Deputetja britanike Emma Lowell, së bashku me një grup parlamentarësh ndërpartijak, i ka drejtuar një letër sekretarit të jashtëm britanik David Lammy për të shprehur shqetësimin e thellë lidhur me pjesëmarrjen e presidentit serb Aleksandar Vučić në paradën ushtarake të mbajtur në Moskë më 9 maj. Letra bërë publike sot kritikon ashpër afrimin e Serbisë me Rusinë dhe dështimin e saj për të vendosur sanksione ndaj Kremlinit, ndonse është shtet kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Sipas deputetëve britanik, shëndrimi i Vučićit përbën një kërcënim serioz për stabilitetin në Ballkan dhe nxit ideologjinë ekspansioniste të Serbisë së Madhe. Presidenti Vučić ka thelluar marrëdhëniet me Putinin dhe ka ndihmuar në destabilizimin e Kosovës, Bosnjës dhe më gjerë në rajon, thuhet në letër. Deputetët përmendin gjithashtu regresin demokratik në Serbi, përfshirë shtypjen e opozitës, lirinë e medias dhe korrupsionin në rritje. Në letër thuhet se pjesëmarrja e Vučićit në paradën në Moskë dëshmon se qeveria e tij nuk ka interes të shkëputet nga Rusia, duke refuzuar kështu përpjekjet e deritanishme të qeverive perëndimore për të afruar Serbinë drejt perëndimit dhe vlerave demokratike. Në këtë kontekst, deputetët britanikë kërkojnë qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të nënshojë qendrim ndaj Beogradit, duke propozuar vendosjen e sanksioneve të drejtpërdrejta ndaj presidentit Vučić dhe rrethit të tij të ngushtë. Po dështojnë të japin një përgjigje të qartë. Nëse nuk veprojmë, rrezikojmë të forcojmë regjimin e Vučićit dhe të dështojmë në ruajtjen e paqes në rajon të brishtë si Ballkani, thuhet në letrën e deputetëve.